Bismillahirrahmanirrahim. Një dua që ju jep mirësi pafund dhe bereqet. Na e mësoi dashuri ynë Muhammed alayhi salatu wasalam që ta thoni këtë dua dhe Allahu do t'ju jep mirësi pafund. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. O Allah, të kërkoj prej mirësisë dhe mëshirës tënde, sepse askush tjetër përveç teje nuk i zotron ato. Thuajini këtë dua sa më shpesh. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Andaj Allahu do t'ju sjell mirësi dhe bereqete. Zoti thot në Kur'an: "Ud'uni astajib lakum", lutmuni mua dhe unë ju përgjigjem. Të tija janë qiejt dhe tokët, dhe ai është krijuesi, furnizuesi. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin. Allahu ju furnizon pa mas.